Bordi i guvernatorëve dhe transmetuesve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dënoi ashpër vrasjen e raportuar me heqje koke të gazetarit amerikan Stephen Joel Stoloff nga grupi ekstremist Shteti Islamik dhe kërcënimin për të vrarë gjithashtu edhe një tjetër gazetar të rrëmbyer, David Cawthon Haynes. Rrëmbimi dhe vrasja e gazetarëve Stephen Stoloff dhe James Foley ishin akte barbare dhe të neveritshme të dhunës kundër amerikanëve të pafajshëm, të cilët ishin duke raportuar nga Siria, tha Jeff Shell, kryesuesi i Bordit të guvernatorëve të transmetuesve, i cili shtoi se vrasja e gazetarëve nuk do të theshë të vërtetën për atë që po ndodh tashmë nga ana e Shtetit Islamik dhe se betejë informative nuk duhet bëhet duke luftuar kundër jetëve të pafajshme. Më tutje në njoftimin e Bordit të transmetuesve theksohet se këto video ishin publikuar 2 vite pasi reporteri i televizionit Al Jazeera Bashar Fari është dukur në Aleppo të Sirisë, që nga ajo kohë nuk ka pasur asnjë lajm lidhur me vendin se ku ndodhet ai. Zoti Shell i përsëriti thirrjet e BBC-s që secili që ka informacion lidhur me gazetarin Fahmi të paraqesë atë në Bordin e transmetuesve të Amerikës.